Shpesh herë thot kohët e fundit më vjen në mendje si kur ka me vdek babai. Qysh me e largu. Të lexosh rreth faktit se Allahu e ka shkru në barkën e nanës secillit fëmijë, kur ka qenë ai fëmia në bark, sa ka me jetu dhe kur ka me vdek. Edhe ata kesh bindjen se Allahu ka thonë në Kur'an, çdo shpirt ka me vdek kur t'i vi momenti. As nuk vdes ma përpara, as ma mbrapa. Kështu që ti, qatë gajle që bën për babën të në vetë, që ju të e bajt fri, falas, jetu ju lodh, jetu e mundu vetë vetën. Aja as nuk vdes ma herët, as nuk vdes ma vonë. Prandaj, thuj vetës, kur të vinë këto mendime, keshu me vetën tonë, thuj, baba nuk vdes para vapët, veç kur e ka shkru Zoti. Edhe baba dhe te edhe çdo kush tjetër. Pra këtë pjesë besimit, ta kemi të prerë të qartë se vdekja është e shkruar nga Allah.